Përshëndetje, sot në një tjetër video informuese, duke marrë shkase dhe nga pacientë të shumë që vinë në Physiosport Center me problematika të gjurit, të bindur që rezonanca është ekzaminimi më i qartë që mund të ekzistojë për të dalë në një diagnozë mjekësore apo diagnozë fizioterapeutike. Dua t'ju informojmë që rezonanca nuk është ekzaminimi më i qartë, është ekzaminimi më i qartë jo invaziv. Ekzaminimi më i qartë është artroskopia. Një pjesë e madhe e ortopedëve në botë e kryen artroskopinë në formën e diagnostikimit, për të parë se çfarë ka ndodhur brenda artikulacionit të gjurit. Këtu bashkangjitur dhe me testet klinike që mund të kryhen, por rezonanca nuk është ekzaminimi më i qartë që mund të ekzistojë. Është ekzaminimi më i qartë jo invaziv, por që nevojitet patjetër mendimi dhe arsyetimi klinik i mjekut specialist apo dhe fizioterapistit të specializuar në traumat ortopedike, në OMPT. Kështu që keni kujdes dhe përzgjidhni drejt. Faleminderit.